Në kuadër të zbatimit të planit sektorial për ndërtimin dhe rritjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore përmes deklarimit të pagave reale sipas profesioneve në sektorin e ndërtimit, administrata tatimore njofton se pas 30 ditësh nga publikimi i listës së pagave indikative për këtë sektor, konkretisht duke filluar nga data 15 janar do të nisin kontrollet në terren. Kontrollet do të zhvillohen kryesisht në subjektet e vlerësuara me risk për nëndeklarim të pagave, të cilat janë njoftuar më parë nga administrata tatimore, por nuk kanë reflektuar ndryshimin në listë pagesë pavarësisht njoftimit elektronik të dërguar në llogaritë e tyre në sistemin tatimor. Fokusi i kontrolleve do të jetë verifikimi i pagave të deklaruar në listë pagesa, duke krahasuar ato me pagat indikative sipas profesioneve përkatëse, listën e përcjellë të llogarive elektronike të tatim-paguesve, si dhe e publikuar në faqen zyrtare të administratës tatimore. Administrata tatimore bën me dije se çdo tatim-pagues që deklaron paga në nivelin e pagave indikative apo që ndryshon profesionin e punonjësve me qëllim shmangjen e deklarimit real të pagave, duke rrezikuar pagesën e kontributeve shoqërore dhe pensionin do të konsiderohet me risk dhe si i tillë do të nënshtrohet kontrolli nga strukturat të specializuara të administratës tatimore. Administrata tatimore u bën thirrje të gjithë tatim-paguesve të marrin masat e nevojshme ligjore për deklarimin e saktë të pagave të punonjësve me qëllim shmangjen e masave administrative dhe ligjore.